Bismillahirrahmanirrahim. Fëmijë të dashur, të keni kujdes se si silleni me prindit tuaj. Prindi të ka arritur, të ka edukuar, të ka arsimuar. Nëna të barti në bark mund pas mundi, rrezikoi jetën e saj që të sillte në këtë jetë. Andaj, fëmijë të dashur, të mësoni në shkollë, sepse fjala e parë në Kur'an ishte dhe është Ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lexo me emrin e Zotit tënd. Lexo pra, sepse leximi të ndriçon mendjen. Leximi pra të shton diturinë. Andaj, krahas leximit duhet dhe të kesh edukatën. Edukimi është gjëja më madhështore. Andaj, ti edukojmë fëmijët tanë dhe ju si fëmijë të jeni të edukuar në të folurit e juaj. Të mos e ngritni zërin ndaj nënës, ndaj babait, ndaj vëllezërve dhe motrave. Të jeni të sjellshëm, të respektoni orarin e mësimit, të respektoni libraritë, të vizitoni më shumë, të lexoni libra të bukur, edukativ, shkencor. Andaj, fëmijë të dashur, të respektuar, ndihmoni prindrit, ndihmoni familjen, duke ndëgjuar fjalët e tyre këshilluese, edukative. Mos ofendoni, mos shani, mos linçoni, mos bullizoni. Andaj, të gjitha këto të mira, nëse i veproni, Zoti do t'ju jap mirësi pafund. Andaj, fëmijë të dashur, respektoni prindrit sepse do jeni më afër me Zotin.